As mos të shkoj në mendje të nisesh prap lazerin. Ky ishte zëri brenda meje pasi kisha përfunduar seanca dhe nuk kisha patur rezultatin e duhur derisa gjeta klinikën grande. Unë jam pothuajse në seancat e fundit ku mund t'ju them se ndryshimi është aq i dukshëm dhe më në fund pata rezultatin që doja. Por më ka ngelur 2-3 seanca të fundit për t'i thënë lam të mirë për gjithmonë qimeve tona. Modeli lazerit që kam përdorur është pikërisht ky këtu, nuk e di me emër, por mund të pyesni direkt mjekët dhe infermierët dhe ju a tregojnë ato. Rehatia që kam si të jem në shtëpinë time është ajo që është ambitor që do thosha unë normalisht pas rezultatit, sepse ndjehem aq komode, ja fus një dorë muhabet me infermieren dhe nuk ka si na shkon lazeri më mirë se kaq. Pa merak se ka vënë për ju që jeni serioze. Pasi kemi mbaruar seancën dhe infermiera na ka dhënë të gjitha aftercare-in dhe çfarë duhet të kemi kujdes për mirëmbajtjen e lazerit, unë bëhem gati për të shkuar në shtëpi dhe ju them shumë faleminderit dritat e mia që ishit pjesë e këtij vlogu dhe ju put.